Jo vetëm jetë akademike, por edhe sport, pasi sporti është jetë dhe shëndet. Studentët e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, përmes Këshillit Studentor dhe me mbështetjen e rektores Aurela Saliaj, ka nisur për të dytin vit radhazi kampionatin e futbollit mes 4 fakulteteve, një aktivitet që po kthehet tashmë në një traditë për jetën universitare. Këtë të njëjtë në fushën sportive në Pyllin e Sodës u zhvillua ceremonia hapëse, e cila u shoqërua me entuziazëm dhe pjesëmarrje të gjerë nga studentët, si dhe me ndeshjet gjysmëfinale të kampionatit. Atmosfera sportive, mbështetja nga tifozët student dhe dëshira për garë të ndershme e kthyen këtë aktivitet në një festë të veçantë sportive. Përgjegjësi i aktiviteteve sportive kulturore në Universitetin e Vlorës e Qerem Memushi e cilësoi këtë kampionat si një iniciativë të rëndësishme për studentët, duke theksuar se tashmë ai është bërë pjesë e traditës së universitetit. Ndërkohë, koordinatori i aktiviteteve Gjergj Iliadhi u shpreh se organizimi i këtyre aktiviteteve është një dëshmi e angazhimit për të krijuar një jetë studentore sa më aktive dhe dinamike. Të vazhdojmë kështu, pra, mos jetë ky, ne kemi si traditë dhe vitin e kaluar e kemi organizuar këtë turne. Po kërkojmë na ju, pra, që të bëjmë dhe në disiplinat të tjera sportive, që volejbollin, basketbollin, kjo është gjithmonë në dëshirën tuaj. Pra, unë dhe Gjergji jemi në dispozicionin tuaj 24 orë. Faleminderit e gjithë studentëve që kanë ardhur për mbështetjen e këtij aktiviteti. Është traditë në Universitetin Ismail Qemali që të zhvillojmë këto kampionate futbolli midis fakulteteve, volejbolli, maratonë dhe shumë aktivitete të tjera. Është një aktivitet i këndshëm, ambientet janë fantastike. Gjithashtu me që më jepet rasti falenderojmë edhe klubin e sportit Flamurtari dhe presidentin Sinan Idrizi për mbështetjen që na jep vazhdueshme. I urojmë suksese më të mirit dhe fitoft më i miri nga ka fakulteti. Shorti është fakulteti i infermerisë me fakultetin e ekonomisë dhe fakulteti i shkencave teknike me fakultetin e shkencave humane. Loja do të jetë 2:25 minuta, ta dini. Nesër zhvillohet vendi 3 i 4 dhe vendi pari 2 janë finalet nesër. Atëherë sot janë gjysmëfinalet që kemi caktuar dhe nesër do të bëhet finalja. Siç e dini, mos asgjasë edhe shumë, ekipi fitues vjet që ka fituar kampionatin në datën 22 dhe 24 shkon në Belgjik, në kampionatin evropian të futbollit. E din çuna. Dhe kjo është mbështetja që u japim ne si universitet, që nga rektoria dhe të gjithë bashkë. Ju falenderit juve. Kjo iniciativë e Këshillit Studentor, tashmë në vitin e 2 të saj, dëshmon se studentët nuk janë vetëm të përkushtuar ndaj studimeve, por edhe aktiv në jetën sportive dhe sociale. Në kuadër të javës sportive universitare, aktivitetet të tilla synojnë të promovojnë një stil jetese të shëndetshëm dhe të nxisin pjesëmarrjen e të rinjve në aktivitetet jashtë auditorëve. Atëherë nuk është viti i parë që ne si Këshill Studentor organizojmë këtë kampionat midis të 4 fakulteteve, është viti i dytë, vjet ishte një kampionat shumë i suksesshëm, kishim atmosferë goxha të mirë, po si sot. Atëherë ishte iniciativë e Këshillit Studentor përsëri që të organizonte këtë kampionat dhe këto janë këto aktivitete tregojnë që studentët e Universitetit Ismail Qemali Vlorë të 4 fakulteteve nuk janë vetëm ndjekës të mirë të jetës akademike, por gjithashtu dhe të jetës sportive. Aktiviteti zhvillohet në kuadër të një jave sportive që ne mundohemi gjithmonë të zhvillojmë. Është një aktivitet i zhvilluar në bazë të 4 fakulteteve. Sot jemi në gjysmëfinale. Fakulteti i ekonomisë do të jetë përballë fakultetit të shkencave të shëndetit, ndërsa fakulteti i shkencave teknike përballë atij të shkencave humane. Si Këshill Studentor patjetër na bie pesha për të ndërtuar skuadra të forta dhe të mira, dhe urojmë që së pari të kënaqemi shumë të gjithë dhe së dyti pse jo të fitojmë dhe të përfaqësojmë denjësisht fakultetet tona dhe universitetin më tej pastaj. Patjetër që po. Po, kam vënë re sidomos në këtë aktivitet që ka një lloj dëshire dhe pjesëmarrje shumë të rritur se sa gjithë herët e tjera, kështu që do të thoja po. E Qerem Memushi theksoi se sporti është ilaçi më i mirë për të rinjt dhe garantoi se aktivitetet të tilla do të vijojnë edhe në të ardhmen me synimin për të zgjeruar në më shumë disiplina dhe për të përfshirë sa më shumë student. Është një aktivitet që ne kemi organizojmë çdo vit. Një aktivitet që me të vërtetë është i bukur, që kanë nevojë dhe studentët. Unë pak më parë thash edhe kur fola më para gjithë që do të jenë edhe çik vetë studenta kërkojnë edhe për disiplina të tjera që i kemi mundësi, sidomos që Federoni ka mundësi zhvillos dhe volejboll, dhe beach volley, dhe basketboll. Pati matë që ne i kemi terren sportive në dispozicionin tonë. Falenderojmë dhe presidentin
Idrizi, që gjithmonë është i gatshëm për çdo lloj aktiviteti, është dashamirës, sidomos për aktivitetet studente, po dhe drejtoresh në Pallatin e Sportit Elona Merka, që është gjithmonë disponibile për çdo aktivitet tonë. Duhen më shumë aktivitete të tilla midis të rinjve. Po duhen patjetër, se sporti është ilaçi më i mirë për rinin. Duke bërë maksimumin tonë me këto aktivitete, mendoj që pjesëmarrja është e mirë e studentëve. Jepet rasti të falenderoj që janë gjithmonë tregojnë të gatshëm. Tu falenderojmë dhe sekretariatin e universitetit, pra që janë gjithmonë pranë studentëve dhe pranë aktivitetet tona. Ju urojmë që kjo të jetë në vazhdimsi, dhe të plotësojmë, pra të kemi akoma më shumë mundësira për atë që thash pak më parë, dhe disiplinat të tjera. Mund të organizojmë tani edhe notit, se shapur i pishin notit që është për masa olimpike. Qyteti i Vlorës është qytet me tradita në sportin e notit. Edhe që ju afrojmë studentëve çdo gjë, çdo mundësi. Pra ne jemi të gatshëm, ata të na thonë dhe ne 24 orë na kanë në dispozicion për çdo lloj, sidomos për aktivitete sportive. Nga ana tjetër, Gjergj Iliadhi shprehet se një jetë studentore e pasur me aktivitete sportive dhe kulturore ndikon drejt për drejt në mirëqenien dhe zhvillimin personal të rinjve. Aktiviteti është i përvitshëm, po themi, në çdo prill, maj, ne është një sezon që zhvillojmë disa aktivitete, është kampionati i futbollit midis fakulteteve, është kampionati i voleybollit të femrave, është beach volley, është maratona. Janë shumë aktivitete që ne mundohemi të aktivizojmë studentët sa më shumë në jetën sociale qytetare të qytetit të Vlorës. Se siç e shikoni dhe vetë, është një qytet që duhet të ketë jetë. Dhe jeta studentore është kudo e këndshme dhe argëtuese. Dhe fatmirësisht dhe mund të them që pothuajse të gjitha fakultetet marrin pjesë, që shikoni janë dhe spektator kanarët dhe gocat e fakulteteve të ndryshme. Dhe është një mbështetje nga të gjithë faktorët, si mund të themi dhe nga Universiteti Ismail Qemali, nga rektori e Universitetit, profesori doktor Aurela Saliaj, që për këto aktivitete është gjithmonë pozitive dhe shumë mbështetëse, gjithashtu dhe klubi sportit Flamurtari, siç e thashëm përpara, presidenti Sinan Idrizi na mbështet në këto aktivitete duke na dhënë fushat një ambient i këndshëm, ku siç e shikoni zhvillohet një kampionati është sot janë gjysmëfinalet. Dhe nesër zhvillohet finalja, për shembull, kush ka fituar sot nga fakultetet, është nesër finalja dhe vendi 3, vendi 4. Pas përfundimit të ndeshjeve gjysmëfinale, tashmë pritet me interes të madh finalja e kampionatit ditën e premte, ku do të përballen ekipet më të mira të këtij edicioni. Organizatorët premtojnë një ndeshje finale plot emocione, që do të mbyllë me sukses këtë aktivitet sportiv dhe do të kurorëzojë ekipin kampion të universitetit.